Vlerat e artizanatit dhe mjeshtrive tradicionale në Gjirokastër janë një interes i shtuar për turistët. Në këtë sezon pranvere, qendrat e artizanatit në qytetin e Gurtë janë kthyer në atelje trajnimi ku turistët njihen dhe mësojnë zanatet e traditës. Këto vlera të traditës të transmetuara në breza turistët i cilësojnë tërheqëse dhe interesante, dhe kjo sipas mjeshtrit të Drugdhendjes Viktor Nuçe është një mundësi e mirë për ta për zhvillimin e ekonomisë së tyre. Janë shumë të interesuar në pjesën e historike të qytetit, në pjesën e artizanatit si është ndërtuar, kur ka filluar dhe shumë të tilla, dhe i shikoj që pyesin edhe për detajet nga më të voglat, dhe kjo na vën në situash në një pozitë pune më serioze që të gjitha këto informacione duhet i marrin si një mesazh së bashku me suvenirin e tyre, natyrisht që bëjnë, dhe dëgjojnë fjalë të mira dhe më mbrapa në vendet ku vjen, pastaj dhe dërgojnë miqtë e tyre dhe na vinë miqtë e tyre të adresuar. I kemi domethënë në vazhdim të punës. Përgjatë sezonit turistik të pranverës, qendrat e artizanatit janë kthyer në pjesë interesante të guidave turistike, duke prezantuar për turistët e huaj dhe vlerat e traditave tona kombëtare.